Berisha për shembull Pardje tha rotacion. Rotacion është po ky figura gjarë për që ha bishtin e vet. Pra, është një shofer autobusi Edi Rama që hypën në nas, ne i themi na çon në Europë. Ja, ndërkohë që vërtet ky tjetri thotë, jo, ka ngatruar rrugën. Dhe ne vim të stacioni, zbresim timonierin, Rama hypën timonieri Berisha. Zbret Berisha, hypën Nano ndjes pas. Zbret Nano, hypën Berisha. Zbret Berisha, hypën Rama dhe neve vim në këtë qark. Ne duhet ndrojmë edhe autobusin, edhe destinacionin, natyrisht dhe këta, të cilët neve na kanë çuar në linjën e kapuar. Dhe këtë sot në tregun politik shqiptar, po vjen keq, kam dhimbje të them, nuk më ofron askush. Pra, pikën A, që themi nga fillimi i ndryshimit, jo domosdoshmërisht nga ikja e Ramës. Nga fillimi i ndryshimit, cila do të jetë pika B ku do arrim? Nuk ta ofron askush sepse nuk ka?